Në Shënvllash të Durrësit është mbajtur shërbesa e mëngjesores e diela e grave miroprurëse. Liturgjia hynore u drejtua nga kryepiskopi Joan, ndërsa gjatë fjalës së tij ai u ndal tek rëndësia e grave në ushtrimin e besimit. Fortlumturia e tij tha se gratë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe përcjelljen e fesë, përkundër vështirësive që kanë patur në kohra të ndryshme. Por theksi i Ungjillit sotëm vendoset në disa gra të guximshme. Kushdo që lexon Ungjillin, të gjithin, do shohë që këto gra ishin në periferi gjatë gjithë kohës që Krishti predikonte, por në fund këto u bën protagoniste. Patën guximin që shpeshherë nuk e patën as dhe apostujt, nxënësit e tij, të gjithë u larguan dhe u fshehen nga frika, ndërsa patën guximin. Jo se s'kishin frikë, kishin frikë, po dashuria e madhe që kishte për Zotin e mundi frikën. Të kesh kurajo nuk do thotë që nuk e frikë, po me gjithë frikën të vazhdon përpara. Dhe ata shkuan për të kërkuar Krishtin e kryqëzuar, sepse akoma nuk e dinin dhe as nuk e kuptonin misterin e ngjalljes. E donin Krishtin për atë që ishte. Shumë njerëz i shkonin mbrapa Krishtit gjatë kohës që ai po predikonte në shërbesën e tij publike. Disa njerëz i pëlqenin fjalët që tregonte ai, parabolite, gjithçka të tjerët kishin shpresën që ky do ishte Mesia, që do çlironte popullin e Izraelit nga tirania romane. Të tjerë kishin interesa të ndryshme. Në kohën e kryqëzimit të gjithë u larguan. Këto gra qëndruan pranë kryqit dhe menduan edhe të mirosnin trupin e tij. Meqense Pashka ishte shumë afër, dhe trupi i tij mos qëndronte në kryq, Josifi kërkoi trupin dhe e vajosën me era të mira, por nuk e bën gjithë ceremoninë sipas ligjit judeik. Dhe këto gra donin që ta bënin atë në mënyrën më të plotë dhe shkuan me guxim herët në mëngjes tek varri. Dhe varri ishte e hapur. Rrugës po mendonin që kush do ne rrekullisi gurin, sepse guri ishte shumë i madh. Etrit e kishës kanë dalur shumë te kjo pjesë. Çfarë do thotë ajo? Kush do ne rregullisi gurin? Gjithse cili nga ne ka një gur të rëndë në zemër, si pasojë e mëkatit. E rregullisia e këtij gurit nuk është aq e lehtë. Zemra e njeriut ishte tempulli i Perëndis, e mëkati u bë një varr. E varri është i vulosur me gurin e pasioneve tona. Kryepiskopi Joan vijoi më tej duke thënë se krenaria është një atribut i të dobtit, pasi Perëndia nuk i dëshiron ato që janë krye lart, por të përulurit e tij.